Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur lidhur me aksionet e policisë ndaj call centerave në Tiranë. Ai ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë, duke cilësuar Tiranën si kryeqytetin e vjedhjeve shtetërore të qyteteve europiane. Berisha shprehet se në kryeqytet operojnë mbi 200 call centera që funksionojnë pa ndërprerje. Tirana është sot qyteti që vjedh ditë e natë me mbi 200 call centera, qytetar kryesisht të Bashkimit Evropian, dhe të gjitha këto janë në mbrojtje shtetërore, tha ai. Kreu i Partisë Demokratike shton se në këtë aktivitet janë të përfshirë edhe zyrtar. Shefat e policisë kanë rroga 5 deri në 20.000 euro në muaj nga grupet e call centerave, deklaroi Berisha. Ai bëri edhe akuza konkrete duke përmendur emrin e Olsi Ramës. Peshku i madh i call centerave, Olsi Rama, është padroni i tyre, tha kryedemokrati. Sipas tij, përfitimet nga ky aktivitet arrin shifra shumë të larta. Fitimet me vjedhje shkojnë deri në 300 milion në muaj, u shpreh Berisha, ndërsa shtoi se autoritetet shqiptare nuk ndërhyjnë pa përfshirjen e partnerëve ndërkombëtar. Berisha e cilësoi situatën si një problem të rënd institucional. Ky është turpi dhe një veprimtari kriminale shtetërore, tha ai, duke theksuar sërish se aktiviteti zhvillohet me miratimin e strukturave shtetërore. Tirana është kthyer në kryeqytetin e vjedhjeve shtetërore të qyteteve europiane. Tirana është sot qyteti që vjedh ditë e natë me mbi 200 call centera, qytetar kryesisht të BE-s, dhe të gjitha këto janë në mbrojtje shtetërore. Shefat e policisë kanë rroga 5 deri 20.000 euro në muaj nga grupet e call centerave. Peshku i madh i call centerave, Olsi Rama, është padroni i tyre. Fitimet me vjedhje shkojnë deri në 300 milion në muaj dhe autoritetet shqiptare në mënyrë absolute nuk kapin asnjë, po që se nuk vinë autoritetet e vendeve të vjedhura nga Shqipëria, si Franca, Zvicra, Italia e me radhë. Ky është turpi dhe një veprimtari kriminale shtetërore, pasi zhvillohet me lejen e plot dhe miratimin e shtetit. Punonjës të shtetit janë aksioner të fuqishëm në këto call centera, u shpreh ai.